Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare ka shtuar numrin e kontrolleve në tregun ushqimor në të gjithë vendin. Drejtori i këtij institucioni Ardian Zinxo konfirmon për Ora News se është rritur numri i analizave, kryesisht tek produktet e mishit, dhe kjo si pasojë e sëmundjes së njohur si gjuha blu, që prek kafshët. Dhe ka një rritje të analizave, sidomos për shkak të epidemisë së gjuhës blu. Janë përfshirë në procesin e monitorimit dhe të analizës edhe mbetjet e pesticideve, për atë bimët dhe nonproduktet e tyre. Problem për drejtorin e Institutit të Sigurisë Ushqimore mbetet mënyra e tregtimit të qumshtit jashtë kushteve të sigurisë, që në të shumtën e rasteve pas analizave rezultonin ndotur. Mjaft problematik se mos qumshti. Planet Ministria ka një plan të monitorimit qumshit të papërpunuar, dhe treguesit e ndotës janë të lartë, gjë që lidhet pastaj me tërë sistemin që nga ferma, mjelja, përpunimin, transportin, ruajtjen. Ndërsa forcohet apeli për të qëndruar larg tregjeve informale, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, si organi kompetent për menaxhimin e tyre, i ka duart e lidhura pasi subjektet e paregjistruara nuk mund të gjurmohen. Për qenë operator biznesi ushqimor, je sigurisht i regjistruar në QKR. Pra ke një NIP, ke një adresë fikse. Në rastin e ambulantëve, ata nuk janë të regjistruar, nuk janë operator biznesi por nga ana tjetër rrezikojnë sigurinë ushqimore. Temperaturat e larta kanë shtuar edhe vëmendjen e autoriteteve zyrtare, të cilat parësore kanë apelin ndaj qytetarëve për të qëndruar larg pikave të shitjes ambulante të ushqimeve.